Sot në Tiranë ka ndodhur arrestimi më spektakolar në historinë e arrestimeve. Arrestohet Dritan Goxhaj dhe ai arrestim që supozohej që ndodhi në flagrancë, duhet ndodhte flash shumë i shpejt, na kthehet si një arrestim me xhirim të ngadalt. Kapet Dritan Goxhaj, pastaj bëhet parada. Djathtas në qendër, majtas si një film me xhirim të ngadalt. Pse? Që të gjitha televizionet, të gjitha mediat, të gjitha portalet, madje edhe njerëzit që ndodhen aty të kenë kohë ta filmojnë këtë arrestim, që ky imazh të bëjë xhiron e të gjitha rrjeteve, xhiron e të gjitha faqeve të internetit që japin lajme dhe xhiron e lajmeve të para në të gjitha televizionet. Ju mendoni që është rastësi kjo? Natyrisht që ky është një operacion PR-i. Po mirë, kaq budallë e dini Edi Ramën ju? Nuk e di Edi Rama që duke arrestuar Dritan Goxhajn i jep vizibilitet? Nuk e di Edi Rama që duke i përmendur emrin Dritan Goxhajt e ngre në një nivel që Dritan Goxhaj nuk e ka? Por ky është një operacion PR-i për të prishur dhe shkatëruar protestën dhe ato vezë madje që janë hedhur sot përpara kuvendit në Shqipërisë janë një lloj agresiviteti që e prish protestën, sepse kjo protestë, momentin që bëhet agresive, prishet, se kjo është protestë popullore, ku shkojnë nëna me fëmijë, ku shkojnë familjar, dhe këta njerëz nuk shkojnë nëse aty do të ketë agresivitet. Dhe këta njerëz nuk shkojnë nëse aty do t'ju mbushet mendja njerëzve që protestën e drejtojnë sa qarqe ekstremiste islamike. Përpiqet Dritan Goxhaj të identifikohet me UÇK-n. Dha prap intervista tani. Po pse nuk thot më 5 shok? Kjo është çmenduri more. Akuzohet dikush si mashtrues që nuk ka qenë në luftë në UÇK-s. Një njeri që ka qenë thotë, njerëz, çfarë po thoni? Pun kam luftuar me filanin, këtu atje. Tregon 500 gjëra në 1 minutë. Një njeri që i ka jetuar ato ngjarje. Kurse ky kur pyetet, ky bezdiset, përmend një emër komandanti. Po si more nga një luftë mbake mend vetëm një emër komandanti? Po kë ke pasur në krah more, kë ke pasur anash, kë ke pasur me kë ke luftuar more? Turbi Zotit. Në një njeri i tillë tani do të na bëhet lider i protestës, do të na bëhet armiku kryesor i kryeministrit. Natyrisht që ky është një operacion PR i Edi Ramës dhe ky zotëria po luan lojën, a e bën me dije, a e bën nga naiviteti, a është i paguar apo është thjesht një njeri që fluturon siç fluturohet zakonisht, këtë nuk mund ta themi me siguri. Ama këtu ne kemi të bëjmë me një plan për të prishur protestën më të bukur që ka prodhuar Shqipëria në 30 vjetët e fundit, me një njeri dhe me një klik njerëzish, domethënë shumë të dyshim. Ky flet për një grup koordinator. Nuk ka asnjë grup që pretendon të përfaqësojë atë protestë dhe të mos jetë një grup sharlatan. Pse? Sepse ajo protestë nuk është një protestë homogjene. Është një protestë popullore dhe brenda popullit ke të majtë, ekstreme, të djathtë, janë gjithë dakord në një pikë që këtu Shqipëria po villet, po shkatërrohet, po jepet nga ky kryeministër i korruptuar, por këta njerëz politikisht nuk mendojnë njësoj dhe askush nuk mund të pretendojë që i përfaqëson këta njerëz pa qenë mashtrues, pa qenë sharlatan. Kjo po ndodh në Tiranë, ndaj hapni syt njerëz. Shikojnë edhe një herë pamjet e arrestimit të heroit Dritan Goxhaj. Si xhirim, si film me xhirim ngadalt. Djathtas në qendër, majtas, shkajten fotografitë që të mbushet rrjeti, që të mbushet mendja gjithë botës, se ky është heroi, një nga krerët e protestës. Është një mashtrim, është një lojë e kryeministrit për ta prishur dhe për ta shkatëruar atë protestë, se nuk ka gjë më të sigurt që e prish një protestë se sa të përfaqësohet nga njerëz si Dritan Goxhaj, një njeri që përkrah organizata terroriste, përkrah shtete terroriste, një njeri që bën sikur ka luftuar për pavarësinë e Kosovës, që pavarësia e Kosovës duhet jetë kauza e jetës së tij, dhe përkrah një shtet si Irani që nuk e njeh Kosovën, përkrah një organizatë si Hamasi që nuk e njeh Kosovën dhe sulmon një shtet si Izraeli që e njeh Kosovën. Ç'na duhet ne more, ç'na duhen ne luftrat mes hebrejve dhe arabëve. Nuk janë luftrat tona, këto nuk kanë lidhje fare me Shqipërinë dhe shqiptarët nuk duhet bëhen pjesë në to. Ka vrarë më Izraeli njerëz në Gaza, po, pa diskutim që ka vrarë. Po unë nuk mendoj që i ka vrarë pse janë musliman. Edhe po të ishin katolik do t'i vriste. Dhe po të ishin të një feje tjetër hindu do t'i vriste. Pse? Sepse aty lufta bëhet për tokë. Nuk është luftë fetare. Megjithatë, edhe fetare në qoftë, kjo ka pak të bëjë me ne jemi shqiptar, agjendat tona kombëtare janë tilla që ne duhet jemi në krahët e Amerikës. Ne duhet jemi kundra shteteve që nuk e njohin Kosovën me tendencë. Por Dritan Goxhaj dhe ca tjerë si ai kanë agjenda tjera,
ndaj këta njerëz janë shumë të vlefshëm për kryeministrin Edi Rama, është shumë të vlefshëm se mjafton të tregosh këta me gisht dhe ky kryeministër bëhet më i përtypshëm, më i kapërdishëm edhe për shqiptarët, edhe për ndërkombëtarët. Qofse ju pëlqeu kjo analizë, shpërndajeni edhe me të tjerët, ju përshëndes.